Kreu i PD-s Sali Berisha në ditën e dytë të qëndrimit në Spanjë teksa po zhvillohet konferenca e Partive Popullore Europiane, tha për mediat se të gjitha forcat politike të vendeve anëtare mezi po presin që Partia Demokratike të vinë në pushtet e të drejtojë vendin drejt antarësimit në familjen e madhe europiane. Pa diskutim, në mënyrë të qartë si kristali, këta presin fitoren e Partisë Demokratike dhe sepse kanë besim të madh se kjo forcë do rivendos, do rikthej shtetin ligjor dhe se procesi i integrimit me Partitë Demokratike në drejtim është i sigurt dhe do bëjë realitet antarësim në Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryedemokrati tha se rezoluta e 4 ndaj Ramës vjen nga Partitë Popullore Europiane, të cilat dënojnë problematikat e Ramës në raport me zgjedhjet, korrupsionin dhe mos respektimin e ligjit. Dënohen me forcë të gjitha problematikat të mëdha të krijuara nga qeverisja e Edi Ramës, në raport me zgjedhjen, në raport me opozitën, raport me zbatimin e ligjit, me korrupsionin dhe të gjitha. Sot populli opozitar, pikërisht pak ditë para zgjedhjeve, merr një thirrje, një kushtrim për t'u ndarë nga të gjitha këto problematika të rënda të krijuar nga regjimi. Berisha shtoi se ka njoftuar ndërkombëtarët se Edi Rama kërkon që edhe këto zgjedhje t'i vjedhë me anë të makinerisë së tij elektorale, që bazohet tek blerja e votës, administrata e kërcënuar, kërcënimi për vendin e punës, pensionin, ndihmën ekonomike dhe përfshirjen e grupeve kriminale. Diskutova gjërësisht përpjekjet e tij për të shtruar zgjedhjet në fasadë, si dhe dhunën, terrorin politik që ai ushtron ndaj forcave opozitare me qëllimin e vetëm për të marrë një mandat të katërt.